Jemi rikthyer këtu në pjesën e dytë të emisionit Dita e Re, ku si gjithmonë pjesa e dytë i takon edhe debatet të ditës. Dhe do të flasim për atë çfarë kam përmendur që nga fillimi, për çështjen e zgjedhjeve dhe për atë se kush duhet ta marrë timonën ashtu në 4-vjeçarin e ardhshëm. A duhet të jetë vetë partia që ka marrë më së shumti vota, pra partia në pushtet, apo do të jetë opozita e bashkuar, apo do të kemi edhe një koalicion mes partisë në pushtet dhe ndonjëherës nga partitë opozitare. Kjo mbetet të shihet se çfarë do të veprohet, por ekziston edhe mundësia për zgjedhje të tjera. Kështu të paktën deklarojnë dhe kanë deklaruar edhe gjatë ditës së djeshme përfaqësues të vetëvendosjes. Por për të diskutuar për gjitha këto, e kam përmendur edhe më herët, do të flasim me personat të fushave të ndryshme, por që si përfundim do të marrim mendimet e tyre dhe do të shohim se cila është ndoshta edhe zgjedhja më e mirë për Kosovën në 4-vjeçarin e ardhshëm. Me ne në studio është Jeton Halimi. Jeton, mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Ndërkaq që përmes një lidhje direkte kemi edhe Sadri Kortoqin, i cili është veprimtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirëmëngjes, Sadri Kortoqin, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes. Dhe është dhe Frashër Oseku, i cili kështu është i zëshëm për mbështetjen e tij ndaj vetëvendosjes dhe do të flasim edhe me të mëngjesisht për mendimet e tij. Frashër, faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit për jush. Po e nisim pra me ty, Jeton, këtu në studio. Si e shet deri më tash këtë situatë të deklarime, ku po qëndron Kosova në punën e zgjedhjeve, në procesin zgjedhor? Por, ashtu siç e thatë edhe ju, tash veç janë certifikuar zgjedhje dhe tash që ka leju edhe partisë fituese që është Lëvizja Vetëvendosje për të krijuar qeverinë dhe me ne në 90 kushtetues të Republikës së Kosovës i takon me kandidatën e tyre apo kandidatën varet fare të asaj dhe tash ato polarizimet besoj që kanë marrë fund dhe ato ofendime siç kanë qenë fushatë mbas fushatë dhe nuk do të merrem me to, si do të jetë to partitë e opozitës apo si do të jetë, besoj që duhet të qetësohen pse mos shkojnë me zotin Kurti për të biseduar për të krijuar institucionin e Republikës së Kosovës. Unë besoj me zotin Kurti veç tuja që ka siguruar 61 mandate, siç po bëhet në opinion me nismën e Fatmir Limës dhe me atë minoritetet Nenad Rashit serb dhe po shpresoj që mund të kemi 15 në këtij muaj që kanë thirrë Lëvizja Vetëvendosje për 15 për të zgjedhur kryetar apo kryetaren e Parlamentit të Republikës së Kosovës dhe nën kryetare siç me procedura ato dhe po shpresoj që mos ta mençon dhe shtesim atutje se peshohen çfarë rrjedha të ecë në Bashkimin Evropian dhe me administratën e re amerikane dhe Kosovën e presin shumë sfidë. E dim që kemi një armik shokullor Serbinë dhe duhet ta mbyllim një herë për gjithmonë atë çështje dhe mos lejojmë hendek dhe mos t'i dhojmë hapësirë Serbisë dhe Rusisë të armikut tonë shokullor që të bojnë kalkulime politike në dëm të shtetit të Kosovës dhe popullatës së Kosovës. E din gjithë ky mini Ballkanin perëndimor pe vitet 90-ta ka pas lufta dhe ka pas shkatërrime, vrasje, dhunime të jo, dhe na do të sa më shpejt të krijojmë institucionet tona dhe shkoj përpara shtetit të Kosovës në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Po, përgat që për juve, zotëri Oseku, si e sheh ti realisht këtë procesin zgjedhor që ndodh në Kosovë dhe pastaj edhe këtë pas zgjedhjeve, këtu ka qenë edhe diskutimi më kryesor se çfarë ndodhi pas zgjedhjeve. Unë nuk shoh ndonjë problem. Mendoj që gjitha partitë shqiptare mund me diskutu. Edhe nuk shoh ndonjë problem, ndonjë koalicion. Natyrisht, unë shoh Alikut ministre, masi që është votuesi, ma i votuni dhe gjithë kryeministët në histori, po shumicën e votave 42% në skop që ka bërë. Edhe në Evropë, një shumicë që ka 42%, është pa panë. Dhe kështu që nuk shoh ndonjë problem. Ato tash e them gjithë kohëve zgjedhjeve ka pas në këtë Evropë, ka pas në Amerikë, gjujtje fjalësh është këtë normale. Ofendime ka pas polarizime të skajshme dhe këto janë ofenduar më shumë njerëz, po si të thotë ato duhet t'ja lejnë fushatës të kaluarës. Shika, unë mendoj që edhe herë, ti me konkret. Po kush më tepër s'ka pas polarizime, gjujtje fjalë. Unë e thash milionë nderu me gjithë respektin për ju, unë e thash milionë ato fushat. Ta marrë të fund, Shtutë.
E kemi, po kusht ka pas zhujtje fjash ma tepër fronta të në shtetën dhe umarësi që shomaritja. Edhe disa gjëra du të më thonë anash. E thamat. Edhe ato shofën në mënyrë se nuk shofë do një problem, do të bedon e natë personalet anash, da kemi parasysh, kemi luftën në Ukrainë, e kemi Rusinë, kemi Amerikën e administratë ka e tjetër të atë, e kemi Serbinë të ashtë i lansh. Kështu që na duhet partirë shtetet, të lojmë, nëse thëmë kështu idiotizm atë anash, edhe ta morim shtetin për sipër. Edhe interesin ton personal, dhe partijak. Jemi korrekt. Të lutëm. Jemi korrekt. 40%. është jo diskutive, jo është idiotike më mënu që në tjerë mund me po diçka me hek njëri që është ma i votuar. Jo, kur s'po thot, e thamë ndërum, tash ato kalkulimet politike janë mes lëvizjeve vendose të kryesuar nga zoti Kurti dhe partisë që do me bo një koalicion, të lutëm, tash ato, unë kom thonë edhe një intervista e kaluam, edhe këto një çdo medium tjetër, unë kom thonë se një qeveri afatgjate është mes lëvizjeve vendose dhe PDK-s, si ka numrat edhe me çështjen e presidentit, se mbas 7-8 muaj kemi çështjen e presidentit dhe Kosova se ka atë luks, mu dëmtu edhe me 6 milion tjera me zgjedhje tjera, dhe e dim Kosova çfarë fukarallëk. Kemi pas konstant që 25 vite, kemi pas 1 vjet, 2 vjet e vëshuar, 1 vjet, 2 vjet. Që është kemi pas dhe në pjesë luftës, humore që s'kemi, është jo korrekt. Unë mendoj që pa marrë parasysh, por çdo që tjetë, jo disa pikat kryesore, që prokuroria e gjykatës, ligji për konfiskimin e pasurive këtu më shumë, që kërkojnë edhe ndërkombëtar. I nderuam veç pak, lutam me leje që to se mas jam i fushës edhe jurist nga sa për që me shku me konfisku pasurin, edhe me qëto ligje mundët me shkue, me ja konfisku veç dhët, më ngri këta të akuzat dhe me pas argumente, si do që tjetë. Na s'pëdojna se janë çështje të veçanta, legislacioni, ato kret me gjykat me prokurori, na nuk do të përzimi, ti do të me jufru kushte, gjykatëse, prokurore, bashkëpunëtore personale, referentave të kushte sa më të mira, pa marrë parasysh, ajo është e shtetit Kosovës, çdo politikan shkon në vend, institucionet e Kosovës me qenë funksionale. Sa për si s'ka ligje, veç pak lutë, sa për s'ka ligje, me shku me konfisku, si që ka konfisku XY-nit, mundet edhe këtyneve, po veç do të vullnet dhe jo me fol këtë diçka tjetër, jo me fol diçka tjetër dhe diçka ti me veprue. E ki rastin e noterve, e dim shumë mirë, me leje nderum, e dim shumë mirë, partia në pushtesa ka qenë, i ka thonë nuk ku me t'imru ata noterët e juve të PDK-s, kur ta shumica, kretë janë ato dhe kam bo ato kalkulimet politike dhe ato marrveshjet që na si dina, ju si dine për na i dim dhe me gjithë respekte. Dëgjojmë vëmendje. Kushto që nuk ka të deklaruar ko ka marrë pasurin, në qëse dojmë shtetin me këtë përpara. Pa tjetër. Po. Edhe ky ligj nuk e ka bërë vendosje, po ka bërë ligj ato të Venedikut, që e kanë aprovuar kanë bërë. E ka pas edhe Italia, ka pas edhe Kolumbia, shtetet që janë s'pe me hojna na mës me pas ligjin, t'lutëm. Na s'pe me hojna mës me pas ligjin, me gjithë respektin. Po, përfundon zotri Oseko dhe dëgjojmë pastaj edhe Kërtoqin. Unë mendoj që këto ligje do më bo, e libe dhe ndërkombëtar. Prokuroria e kemi pasur ambasadorin e fundit, na marrë të butën. E kemi pasur ish ambasadorin përpara, që tha prokurori gjykatës të japin dënimet e vogla sa që janë qeshë rake. Pra, duhet në sigurisht me marrë të sta, edhe me vërpun këtë mënyrë. Në qëfë se dojmë shtetin përpara, qëfë se dojmë shtetin. Po partia në pushtet, s'po mëjmë s'me reagu me gjithë respektin, partia në pushtet e ka në dorë të gjitha me abo ligjit kushtet i thasht.
dhe jo mi qua ata gjyshtarë që i njetë të preferumit, edhe partit e kaluare i kanë qenë njerëzit e vetë, po dhe tash kjo partia, me që të respekt për ministrën Haxhio, të gjithë se na e dim dhe që kemë punë në për gjykatën e institucione se e dim shumë mirë çfarë gjykatë. Unë po të japë një shembull, ju ka konfiskuar njerët në komunë Prishtinës, një patëshmëri në lagjën e Mshirë. Qita gjyshtarë që i ka emëruar kjo ministra e respektuar, i zbaton vendimet e ish regjimin e Jugosllavit që ka marrë patëshmëria me dhunë, me gjithë argumentin. Qa po të ma shumë dhe, e shumë ka raste, i ki përmi 300.000... Të lutë na. I ki 200 që 4 vjetë ndërzu, asë një shumë marrë për si pejë. Kush që ka fajnë këtu? Kjo është prokuroria, pra. Jo prokuroria, jo. Gjyshtarë ti caktun, jo prokuroria. Të lutëm. Dhe shta dojmë shapën për sheqerit, të lutëm. Po, zotëri Oseka, ta përfundojme... 230 plan të ndërzuara, edhe asë një për tyre nuk njëve, kemi problem në sistemin e drejtësisë. Vazhdojmë pas pak, vetëm ta dëgjojmë. E kemi edhe zotëri Kortoqin, i cili është jeton edhe vepron në SBA, i cili do të na flas pak a shumë për këtë se si ka paraj. Zotëri Kortoqi, faleminderit që jemi ne dhe më fal që të lam pak më gjatë me prit, po si qëndron realisht Kosova, si shet ti marrëdhëniet e Kosovës me Amerikën aktualisht, dhe a mendoni që sepse ka pasur këndvështrime të ndryshme, ndonë se shpesh është gjykuar nëse kurti ka mbështetjen e plotë të Amerikës apo jo, si e sheti? Ta filloj me Kosovën, fillem se pas zgjedhjeve, Kosova ka dhënë një shembull edhe përpara, edhe në këto zgjedhjet e fundit, se është një shtet që respekton ligjin e respekton votën. Mënyra se si funksionon numërimi i votave në Kosovë është për të marrë shembull jo vetëm në Ballkan, por kisha më thënë edhe në Evropë. Në një shtet i ri, i akoma që nështë edhe nuk është mjaft i konsoliduar, të ke një rezultat për brenda 24 orëve, ajo është një shembull shumë i mirë, është kisha me thënë një vërtet që populli i Kosovës respekton votën. Nuk e tjetërson, nuk e hatë të drejten ati njeriu që shkon edhe për atë që mendon e votën di. Aty besoj se, kam besuar dhe besoj se Kosova, unë jam rritë Shqipëri, besoj se Kosova në këtë aspekt është paktën shtërp nështë me thonë, po është paktën një 50 vjetë para Shqipërisë. Pa osoj përket, nëse flasim pra për marrëdhëniet, si është ti ambasadën e re të Amerikës dhe nëse do të vazhdoj qeveria aktuale, si do t'jenë marrëdhëniet? Dihet se raportet në Washington kanë ndryshuar, domethënë tash është një qeveri ditur prej Trump. Nuk është qeveria e parë që ka qenë qeveria e demokratëve. Trump ka tjetër qasë ndaj të majtëve. Unë personalisht në vërtet e respektoj, e admiroj për atë që partia vendvendose se Albin Kurti ka bon të 4 vite në raport me disa qëndrime që unë i quj se edhe kanë ndihmu edhe kanë dëmtu në një anë Kosovën. Qeveria aktuale Trump në vërtet nuk i ka me qef të qeverit e majta. Edhe si shpashifsha edhe qeveria Kurti kishte bërë propagandë për Biden. Një lloj sikur se ka bërë qeveria Rams para kundra Trumpit para 4 vitesh. Kështu që raportet që kanë ndryshuar, besoj se shqiptarët do të qenë më të organizuar, besoj se ka ardhur moment edhe një herë që Kosova edhe gjithë diaspora, gjithë brigata shqiptare të angazhohen me një lobim në Washington që të zgjidhet një herë mirë problemi i Kosovës. Lobim s'ka hiç, lobim s'ka thuja hiç në SBA. Për 4 vite.
di që kam ikë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam ikë në vitin 96, 97, domthonë ka qenë 97, 98 deri në 2000 ka qenë pothuajse çdo moment, çdo javë kena pas një aktivitet, ose demonstrat në New York, ose lobime, ose takim me kongresmen, me senator. Vetë fakti që sot Kosova është në sankcione nga Bashkimi Evropian nuk është një gjë e mirë, ndoshta kjo është se Albin Kurti është më shumë është fokusu ke Evropa se sa ke Amerika, kur dihet fakti që Që gabim i madh, katastrofal. Ma shumë i ka besu Evropës se Amerikës. E dim shumë mirë, shteti Amerikan na ka shliru, e dim, po mos t'ishin shëbat, Kosovës do t'ishe shtet. Po, zotri Oseko? Amerika nuk e don smajtit. Por Evropa, gjithë Evropa që në vjatë. I ka mu toksa, shtetet që në gjitha. I ka mu toksa, shtetet që është një mirë, ka pengvina. Zoti Oseko, Që Amerika shpitoj ka djatë të smajtit, që është absurde. Zoti Oseko, me gjithë respektin, e dim shumë mirë, kjo qeveria tash në detyrë. E dim shumë mirë që i ka pas ato ofendimet ndaj që ka thonë najeve të jë dhe okona e kryenësia Zoti Kurti për hapjen e urës dhe të jë dhe Amerikanët kenë shumë mirë që e stopun dhe i dha një lloj presionit se A kemi suverenitet? A ki suverenitet është në i nderon sovraniteti, qasi suverenitet? veç pak lutem, për derisa s'ka gjykat, prokuror, i nderon veç pak. Ai suverenitet. O i nderon veç pak. O veç pak, ka dalë, ai suverenitet, ato eksplozive që pi hudhin çdo ditë, çdo javë. A ki suverenitet? Po qaj suverenitet mu s'u vin as ty as kërkuj për derisa s'ki gjyqësi. Nga veç pak, prit veç pak. Qaj suverenitet me forca policore, me të këforit 24 ore të jë, duhet të ketë mirëqenie sociale për gjithë dhe jo më konë një qytet me njësi speciale 24 orë. E dim shumë mirë. Po të lutem, po jo me njësi speciale me shkuat i çdo ditë dhe çdo Urno? Po të lutem të kryet qende, na po folëm për një qetësi normale, polic me pas normal, dhe jo njësi speciale, të lutna. E dim, është ma mirë që veç lutem, veç pak, është ma mirë si që ka qenë, po dhe jo këtë kota që i shpëthojnë. Jo, unë s'po thëmë që s'është ma mirë. Jo, veç pak, lutna, unë s'po thëmë që s'është ma mirë, po dhe jo në qëtë kohë që i pëthojnë sin Mitrovic, sin Pe, sin Prishtin. Jo, të lutna, se peshomi çdo ditë po ka eksplozime dhe granatave sene. A ki të këta në policinë të Kosovës, po të të që i ka. Faqë Po, A di që sërë për hektar, një ka njësë me po ankesa. Për shërë ka, unë e partit politikë Kosovë që përpajtë që për qitë. Vetë sërë deklaroj që është ma mirë. S'pe po hojna që s'është ma mirë, jo, të lutem, unë stash... Jo, veç pak, unë stash, nuk është, veç pak, nuk është qatë nivel që shpo flitë dhe ashtu që shpo do se na jetojna këto dhe shkojmë atje e dim. Po nuk është edhe që ajo gjendje, veç pak, nuk është... 25 vjetë i mos zero. Ka, zhurëm. Unë e mendoj që mundet më bo hala ma mirë dhe tash ma mirë e mira s'ka s'kaj. Në termin popullor. Po besoj që duhet të koordinohen institucionet e Kosovës dhe të zgjedhen institucionet sa ma shpejt. 25 vjetë që do që i pas koordinohu. Unë që ka ma mirë. Që të koordinime që për kërkënje që kërkënje. I kemi pas kretë me koordinime 25 që... A mujna na me shkut lutem, a mujna na si vetë si Kosovë, mos më konë shëba dhe Bashkimin Evropian me shkun një hap për të urës. Vesh folin një sinceritet. A mundët Kosova si e vetme me bon një hap e vetme. Pa Amerikën. Oke, a më bëne pytjen? Po të lutna. A mujtë në që është në ju? A mujtë? Të lutem. Të mërëjtë. A ishte Amerika
kundër zgjedhjeve, ishte domethënë që me pas, a ishte Amerika që të kemë, do të pas zgjedhje në Kosovë? Dhe pas për servis me pas Kosovë. Tam jo, u erë Quinty, pra mundet, nëse ditë Kosovë si shtet, ti mundesh si shtet, dush mi bind. Këto mundesh mi bot. Ja pra, o pan, bankat i mbyllën kamia të heken, komunët paralele u heken, sigrimet paralele u heken, postat paralele gjyshin me servis u heken, vale servis u heken, nuk Kosovës, a kështë që përmuqe? Me dash mundesh. Po natyrisht kush ka mënum që mi bëjt gjitha këto, pa mos mërveshëm dhe këmëtarët e me mëngjet në këmëtarët pak mund, është gabim. U këmëtu mi bëjt qëta. Se në dishtesh kemë të lejt të koordinu më Amerikanë, me shërdus pa shërdus, po kush jo s'bo. Po, a pajtoni, zotri Kortoqi, a besoni që si ke po deri tash koordinimin? A qëndron realisht që jemi koordinuar deri tash dhe kemi pasur pastaj? Po? Do të pranoj një gjë si kom. Jo vetëm thjesht si Kosovë, po edhe si shqiptari, ne kena qenë gjithmonë një kohë vogël. Për fatet tona kanë vendosur fuqitë në ta. Sot e ke 4 shtete në Evropë që nuk e njohin Kosovën. 5. Shumë shtete që kanë njohur Kosovën janë të heq fakte një 8 a 9 besa din qeverinë e Kurtit. Kjo ka qenë ajo kokëpërsia e Kurtit që me vepru me bon në kokën e vetë, duke marrë parasysh se Kosova nga shtetet ka qenë faktori vendimtar që sot Kosova Kosova raportet më të mira për sa përket raportet politike, geopolitike që t'jenë partner i fuqishëm në Evropë me Amerikën dhe gjithmonë mos shkilë ato raportet kur si kena thënë aku ai që t'je bukë mos ja shkel bukën. Ne shqiptarët na ka dhënë lirin, kështu që ndoshta nga një herë edhe tihet Amerika në disa vende ndoshta është pa drejt, me ne ka qenë drejt. Du ta respektojmë, du ta dumë Amerikën, se pasi pa Amerikën se besoj që kena një zgjidhje përfundimtare në çështjen e Kosovës. Po pajtoni apo jo? Një ditë me bo veç me ndi çdo qytetar i Republikës Kosovës, me thonë që Amerika së këto, krejt marrë besoj që e ndim vetën një të sigur. Pavarësisht që i kemi institucione shumë mira, e kemi një polici më të mirë në Ballkan, FSK-ja veç është duke u rritë çdo ditë, fal ushtarët turqishimtarët të Kosovës, një sakrificë shumë e madhe që bo politikës të Ibrahim Rëgovës e të së bashku në Rambujën koordinu dhe kjo është, po pa Amerikën Kosova nuk mund të mbijetoj edhe 20 vite me besoj që du të forcohet ende shteti Kosovës për me qitë ushtrinë e vend Kosova atje si që kanë shtetet e Ballkanit. Du të me fol një realitet. Pikë është ajo, a na bjen mina sa bjen partit politike, qoftë Albini, qoftë Lumiri, qoftë Memli, e të jënë si figura shoh. Po këto është pyetje shteti Kosovës, Republika Kosovës dhe gjithë popullata Kosovës. Dhe u derë shumë gjak me vite, shumë gjenerata për marrë këtë ditë. Dhe pse me lejue një shtet që na ka regullu shtet, na ka bo, dhe me ofendu me thonë na eve e të jë, që neve s'na atakan as si kom, as si popull, që të neve për na dhem. Unë mendoj kështu. Shika, me Kurtin i bo marrëveshje 5 punë që bo me Amerikën, një ndërtarisht me hinë NATO, pra këto thashtë theme që thotë sidomos opozita, që qanë halë, se pa Amerikën, se Amerika, ore, serviliteti është diçka tjetër. Çfarë servilitetit lutem, ti po menon që... Okej, veç t'i folëm senet në barë në të zezë. A dhe veç t'i folëm... Veç t'i folëm në realitetin, kaq. Ajo qarë në liqë është realitet. Edhe, pra, në këtë kush është me dashtëm. Do të kush që se doja më Amerikën. Vetëm që të koordinime që 25 janë, koordinim kush të së do. Që kjo është realitetin. Qa e marrëveshja orit, inderum, Oseko, inderum, qa e marrëveshja orit,
A ka me dëmtu Republikën e Kosovës apo jo? Qaj vetë menaxhimi apo asociacioni, apo zajet nisa që ja bëjke zoti Kurti? Qata Po, hajde të lutna. Okej. Komuna e Prishtinës është vetë menaxhim? Lutem, aty është... Komuna e Prishtinës është vetë menaxhim. O, mos e krahaso Kryqitetin me Mitrovicën, Komuna e Prishtinës është vetë menaxhim dhe me pyetje. Po mon më kone pavarë, po, pse jo, po s'mund të krahasosh ti, merre marrëveshjen pikën, veç pak, marrëveshja orit, pika 8, pika 7, 9. Po është edhe pyetje dhe përgjigje. Okej. Po unë e kontrollon të gjëra, që kjo është edhe Prishtina. Çka është interesante, krahasim me 2013 dhe 2015 dalloshin nata me ditë. Po thu marrëveshja orit, po thu që shumë e mirë se ajo, ma të lutna, edhe vetë zoti Konjusa ish krye parlamentari, tash në detyrë, thuja që s'ka koment, me gjithë respekt ka thonë ma mirë marrëveshja e isës se e jona. Nuk ka forë. Jo, me sa kom njën edhe sa kom po, e ki në gjëzimin këthe, e ki në YouTube, unë s'po shpifi, as po rej, a i ka thonë ma mirë marrëveshja e isës se kjo e orit. Unë me sa një, o kon publike ajo. A ortë? A dhe herë, është të dy disa zame, qërë, se unë më ndaj, unë kjo mendimi e personal. Lutem. Marrëveshja e orit, për me kuptu këtë qita, që kjo Vučići non-stop thotë, unë e du marrëveshjen e Isa Mustafës edhe Hashim Thaqit. Qëtë që ka rëzu kushtetuta. Nuk e në Jo se ka rëzu kushtetuta, veç bak. Kushtetuta se ka... E pse zoti Kurti se ka quhe asociacionin në gjikatë kushtetuse? Gjojnë të ndelin të që këna me qënë sësh me Viber. Po. Shika. Po thot, Armiku, unë nuk e du Albin Kurtit, sepse është në dërë servis, O, s'ka këllim politik. Të në dëgjojnë dhe në fund, se pa ka pak problem. Po, zotri Oseko? Pra, s'po dëgjoni. Kushtetu Isa Mustafës, edhe tu Hashim Thaqit, që kushtetuta Hashim Thaqit ka qenë 8 pika që rëzu, që ka pas 8 pika të kushtetutës kjere, edhe një njëri që thot nuk e rëskuj, edhe një të ka rëskuj, ka refuzuar në shku, kjo të rëgën sa është tonë për Kosovën, apo Prishtinë. Kuptohet, atë 25 njeni ka ik. E pse zoti Kurti një vjet ka pas ko se ka bohe atë statutin asociacionit dhe kur ja dha bashkim në Evropian të gatshme, pse se që në gjikatë kushtetuese zoti Kurti vetëm e vetëm për kalkulime politike dhe mos më djek në fushat, të folëm realitetin. Dhe tash, mbas formimit institucionave, pikën e pare ka draft statusin që ka me shu gjikatë kushtetuese dhe ka me ta bo që zajt nisin apo vetë menaxhimin. Isha dhe kemë shëndetin edhe kemi me pa. Po? Për më marrëveshjen e orit, sot une, i nuk se më forë. Sot e shërë shkune. Marrëveshjen e orit, dhe të rëmë e një, se që kemi pasur para. Se me gjithë që kemi pasur para, mund është me i posën e qeverisë të Kosovës, edhe me lëgji. Oj, Derum, është draft statuti që ka thonë pse se ka që zoti Kurti në gjikatë kushtetuese. Një vjet ka po shkodës se ka bo. Nuk është mi me dhe atë qalë të kafeve. Lexo 2013. Fjallë kafe na jemi për dikushin, na nuk dalmi këtë me full, koti Derum. Nuk është me lexo 2013, e lexo 2015, e lexo të hojt. 30 i kinë online. O, i kom në zyrën ato, po merret ti marrëveshjen e orit dhe merre marrëveshjen e këto që bethu të Isa Mustafës dhe Hashim Thaqit, ish presidentit dhe ish kryeministrit, dhe nëse është më mirë, që po folëm publikisht, nëse është më mirë e zotit Kurti, unë kur nuk dalë më në opinion dhe të gjithë atë shkollë që e ka me shpallin ule. Dhe të kalzoj kur... Bajëm për fjale, që e ku është, jo për të folin me një televizion publik, tash kur themelon institucionet shumë shpejt dhe pikën e parë, zoti Kurti ka me që draft statusin dhe qaj asociacion ka me ta bo në veri atje, ka me ta bo si kur teriolin verior atje dhe nuk kime njët veri, ka me të bo me simbole me të gjithë një, se shumica janë atje sërbë, pikësht. Unë s'pedu ato, po e kem një, është e votu me Kuvend Kosovës dhe e ka Kosova me ligj me bo pikësht ajë.
marrëveshja dhe fshos, ashtu pas vetë komitet. A shkeli pikat e kushtetues a jo? Duhet ditë pyetje. Duhet ditë se pyetje. O, të lutem, po them gjykata kushtetuese i ka dhënë vërejtjet e saj. I ka dhënë po në momentin që i ka dhënë vajto vërejtje. A shkeli. Por derisa ka dhënë një organ që i mbikëqyr. A shkeli. Po normal që i ka dhënë vërejtje dhe e ka shkel, kënë në regull është. A ka shkeli. Po në regull, vërejtjet... Veç pak tash, prit... Veç pak lutem. E dëgjojmë... Veç pak, prita kundër argumentin tash. Në regull e keqe, i ka dhënë gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës ato vërejtjet. Dhe Albin Kurti po të arri për sëris, me gjithë respektin për zoti Kurti dhe Lëvizja Përvendosja. Një vjet ka pas nga Bashkimi Evropian, nga Amerikanët, por me bo draft statusin dhe se ka bo. Pse? Vetëm për kalkulime politike dhe mos mu djekë. Se sa ka qenë opozicion, Albin Kurti ka thonë, unë s'ka me shuas në bisedime një, pa këthit pa gjetërit 2, dhe shumë se në tjere asë se ka mbajt. Dhe asociacione dhe zajednica i ka met e fundit. Dhe ata nuk e ka qurë qëllimisht. Dhe tash, masi që ka fitu zgjedhjet, veç pak, masi që ka fitu zgjedhjet, ta zoti Kurti e ka detyrën e parë, ka me qurë draft statut në gjykatë kushtetuese. Dhe ka me kalue ajo, dhe kur të bëhet asociacion me shumicë sërbe, kime pa të farë, se kur gjë nuk në letër, kur të bëhet në atje në për Mitrovice, gjithë komunë që themelot, kur të bëhet në për atje, kime pa drastikisht ka më po këtë diçka tjetër. Dhe atëherë ka me po Kosova çfarë dëmi ka me pas. Ka shumë e tjetë. Okej. Njërin e Trumpit, cili është një thakë. A kesh të bëjë që të Trumpi, ne i kanoni 10, ne i kanoni ju. Tanë, a kesh të bëjë që të Trumpi që ka bëjë Kurti, tha, definitivisht të që ka bëjë Kurti ka bëjë drejt. Tash, ku për thoni ju, edhe pëthëni që është i Trumpit, që ka bëjë mirë, e pëthëni ju ka bëjë. Veç pak. Edhe ju e kështë të tjetë. A ka me që zoti Kurti asociacionin në gjykatën kushtetuese, po se jo, a ka më si qëta për të lutë na shumë? Qatë minutë që të... Po pëtoni sa, 2013, 2015 ishte kapim, sepse është zë kushtetuta. O në regull s'pe pohojna me vendimet e gjykatës janë të pavara, na s'bën, as mi folë, për na vish... Ta marrë tash, a marrë për tjetë. Edhe tjetra, këtë në orë, kam pas më zlatu piket për njëshi, e në punë. Në qëfëse njërë për tyre bëhet tërhekja, atërë s'ka marrëveshje, qëfëse më në manë. Serbia të hek 3 gjëra, edhe kjo marrëveshje, ose bjen poshtë si dëshërisë dhe hek për fillimi, ka njësë për fillimi. Jo, s'bin se Kosova e ka votu në konventën e Republikës të Kosovës, por në themelu zajednisën pikësht ajo. Po, asoj ka dhek në asoj. Frashe, e përfundojmë, po, Frashe krenë të fundë se e kam një pytje për ju se jemi minutat e fundit të emisionet. Dua një pytje të fundit për zotrin Kortoqi, cileshe zotrin Kortoqi qeverisjen e cila mund tjetë ndoshta më kryesorja për 4 vitet e ardhshme, më e qëndrueshme ashtut, dhe mund të kemi ndoshta edhe një qasje të shëndoshë dhe me ndërkombëtarët. Cila mund tjetë koalicioni më i mirë? Koalicioni më i mirë do thosha, me qenë se Vetëvendosja ka marrë shumicën në votave, do ishte partia dytë fituese me partinë e Vetëvendosjes që të kenë një bazë shumë ma gjanë si qeveri dhe tjetë qëndrueshme. Nëse i këm pa disa emisione, gjitha partitë e blokut të djathtë janë bë kundra Albinit, edhe e nuk është shumë normale pasi edhe si kur bëhen votime, tashi nëse nuk bëhet qeveria e njëjtat rezultatet të dalin. Kështu që për hir të interesave më të mëdha se sa i ka rrik në parlament, do thosha që është me kalu vetveten edhe me bë një qeveri me bazë zgjar popullore, që të jetë e qëndrueshme, që të kenë marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se dihet që partitë e djatha sot për sot kanë edhe të majtët kanë pas në qeveritë e majta në Amerikë, por sot për sot Trump është njëri që nuk e predikon dot. Raportet kanë ndryshuar raport për sa i përket Ukrainë, Serbi edhe Rusi, kështu që duhet me qenë shumë të matur kur
çdo vendim që marrëm sot në çështjen e Kosovës, çështjen e formimit të qeverisë, që të kena raporte të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, jetën fare shkurtër, cila është ndoshta bazuar në vendimet e fundit, diskutimet e fundit që janë dhënë dhe vazhdimisht po ipen nga partitë, kë është aty në... One e tha dhe mirë kolegë, kemi thonë në sarët, është një e vazhdueshme me PD-kën, po si të shtjetë, jenë ato polarizimet mbrana PD-kës dhe njerëzve të fortë që s'po mundët me kalu këtë dhe mungesa e Zotit Thaqe dhe Zotit Deseli për mos me qenë këto prezent dhe ka orë kjo vakum se ata thjesht i këputin senet për me kuptu populatë për që ata për shpejna këtë temë dhe besoj që nëse nuk bod me PDK, unë besoj me nismë me gjithë respektin për nismë për gjithë ata, besoj që ka me konë afat shkurt dhe kur dhe në qështë e presidentit shpresoj të kemi një zarf në qështën e atifetës jajagës të vini president dhe me zarf se për tjetër variant shtetit do shkërë në gjithë dhe do të buxheti e Kosovës dhe këj popull i me varfëri të skajshme nuk e dënë këtë dhe prapë janë zgjedhjet komunale, besoj që 12 milionerë mu hek për buxhetit të Kosovës vetëm me vetë për kryenësi ose për kalkulime politike, besoj që është e dëshme dhe nuk du të lejoj, po shpresoj me reagimin e amerikanëve. Besoj që do të kemi një qeveri afat gjate dhe shpresoj që Kosova e ka rrugën në Bashkimin Evropian dhe NATO dhe krah për krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pa Amerikën, Shteti i Kosovës dhe asnjë shtet në Ballkan dhe kudo nuk mundet me lëviz asnjë guri. Shpresoj që këta politikanë që të vinë të thirrën mendjes, mos të bëjnë kalkulime politike dhe vetëm me amerikanët do shkojmë matutje se për variantin tjetër Kosova do t'jetë shumë përmbas dhe bile do t'jemi në regres. Se veç në jemi sankcione, o bo një lajmë i mirë që ka rekomandu Bashkimi Evropian po hek masat, po dihet është vullneti i Amerikanëve dhe jo i politikanëve të Kosovës. Zotri Oseko, për ty kush është koalicioni më i qëndrueshëm dhe si është e Kosovën katërt e tashme? Shumë shkurt, do të shaj përgjigje. Amerika është kundër majtë e humori më i madh është se Korea e Veriut, që ka avutur toks, është e majtë edhe diktaturë. Pra këto opsione që vjellojnë këta, jo e majtë e gjatë është shumë humoristike. Në Kosovë përdojnë, jo krahi gjatë për kundër. Nisma quhet nisma socialdemokrate, nuk quhet nisma e gjatë. Pra, qëto, sanë që përfoni, është pak humoristike, për mu për më pëlqen humori, si që ka më pëlqen humori. Unë më nëjë shëtë, për mu nuk kam problem, desa i pranojnë disa gjëra që një, gjykata, prokurorët më ndru, ligjit komisionit e pasurie, këto që kushdo që e përmar për të shtetit, kjo për të në albinit. Që unë nuk kam problem për preferencë, desa kryeministri është në rregull, është një kryeministri që nuk shumë për. Një kryeministri si përgjitët kryeprokurorit shtetit. Pa matë lutëm, talem të përfundojmë. Po, zotri Oseko. Pra, një kryeministri që nuk shumë për, unë jam këtë në rregull. Po shto që lidhë më koalicion, do të më po një dhe koalicioni për të mirë Kosovës. Qa është taj? A me ndonë që ministrat e Zotit Kurtis kanë qenë të korruptum fare në fund? Po. Absolutisht asë të heqë. Atë ljudna. Zotri Oseko, Kurti vetë nuk mundet të bo qeverinë, e dim këto, pe këndë shetë ti Kurti në koalicion. Kurtin kryeministër po me cilën, po. Nuk kam problem. Okej. Me dim jam. Po shto që tjetë, që vetë që të këllon për këror, konfiskime pasurie, disa që të gjunë e trafi, që të kalon, po të kalon këto, po shto që prana për mi një nuk është problem. Se prapë e mi shqiptar. Do të më rallë të akord me zhjetë për i shqiptar. Po. Që të një armitësore me këtë dhe opositave. Po shto e mi shqiptar. Po dhe me qita gjyshtar, me qita prokuror që mund me javë arrestu të gjitha ata njerëz. Shumë janë arrestu për t'lutna. Nuk kemi më shumë minuta në dispozicion. Jo falenderoj shumë gjithve, falenderit zotri Oseko, falenderit zotri Kortoqi, falenderit shumë. Falenderit për jush. Falenderit edhe ty tonë që ishe këto me ne në studio. Falenderit shumë. Të nderuar shikues, me kaq vetë se po e përfundojmë emisionin e sotme të ditës së re. Ndërkaq nesër, ju le ta kem nga ora 7 gjithashtu, ku do të diskutojmë për një temë mjaft interesante. Do të flasim për gjykimin e grave në publik. Pra, sa dalin gratë, sa përfaqësohen dhe pse shpeshherë e kemi një lloj ashtu hezitimi edhe kur bëhet fjalë çoft për debate politike, çoft për diçka tjetër, një hezitim të grave për të dalë në media. Gjykimet që japen ndaj grave dhe me çka janë përballur realisht ato ndër vite. Por gjitha këto flasim nesër tek dita e re nga ora 7. Ndërkaq për sot nga unë Mirbeçi.